rregulla. Okej. A ka raste kur gjatë punës tënde me zonjat, me vajzat, ku di për çfarë do raste, ato nisen krejt me një ide tjetër, edhe përfundojnë duke vesh krejt diçka tjetër, dhe sa i vështirë din të jetë ky proces. A ka raste kur e marrin për të keq këshillën tënde, sepse ti mendon që nuk i shkon si natyrë, si trup, si... Jo, nuk e marrim për keq. Po ka shumë raste që nisen këtë me një ide tjetër, vinë këtë me një ide tjetër, edhe në konsultime e sipër, në muhabet e sipër, mendojmë nashta me bë qështu është pak ma mirë, ose me bë qështu është pak ma mirë, se shkon pak, duket pak ma bukur, edhe dalin këtë me një ide tjetër, edhe në fond kur të realizohet të vabë sa bukur, sa mirë që nuk e bona që ashtu që është mendova. Pra i besojnë 100% nga fillimi dhe në ide sande. Nuk kem shumë vështirësi me arrit që ata për me bë klientin mundi rahat në konsultime edhe në këshillat tona. Okej, të gjithë e dim këtë që njeriu ka të drejtë të vishet si të doj vetë, edhe pak këto rregullat që edhe ti përmende që je më shumë pro për t'i thyer. Por kjo deri në një limit, deri aty ku ajo veshje ose ai vend ka një protokoll veshje, nisur nga institucionet, edhe çfarë do lloj natyre tjetër të profesionit që mund të ketë personi. A mendon se ne e mbajmë mirë këtë protokollin? A e sheh shpesh në shoqërinë tonë duke u thyer nisur nga kuvendi i Kosovës? Për kuvend Kosovës nuk di çka të them. Nuk i sheh shpesh, a? Jam një person që i përcjelli, po me veshje nuk di dikush që i thën rregullat, po mendoj që e përmbajnë atë kodin e veshjes. Mirë po, në për institucionet të ndryshme, ka shumë njerëz që nuk i përmbahen kodit. Ai kod është për një vend caktuar, kështu që jo ka të thuhet fundi deri në zgjuh. Se në një vend punës ku ka shumë staf, atëherë duhesh me përmbajt aty në rregullave. Aty tani jam pro për mos mi thirr rregullat. Deri në një limit. Kur është puna për të vendi i punës, është diçka tjetër. Është duhesh me shku në bazë protokollit, se për ndryshe nuk lejohet. Sipas mendimit tam nuk është etike. Cilët janë nga personazhet publike që edhe shikuesit mund t'i njohin, që mbase ti si njeh nga afër, po të pëlqen shumë stili i tyre, të pëlqen mënyra se si vishen, të pëlqen ajo, si me thonë, mënyra se si e kanë ndërtu imazhin e tyre në publik? Por realisht ka shumë njerëz që më pëlqejnë. A ke dikë kështu më të preferuar? Mund t'jetë edhe e huaj. Ma specifik. Është një person që më pëlqen, është Victoria Beckham, ka një stil shumë unik, që i qëndron stilit vet, që më ka pëlqyer mua gjithmonë. Përndryshe ka shumë njerëz që më pëlqejnë edhe i qëndrojnë stilit vet stoik. Ka tani edhe prej atyre që më pëlqejnë që eksperimentojnë shumë. Okej. Pavarësisht prej tipit, dikujt mund të shkojë, diku jo. Sot është elegante, nesër është shumë sportive, mas nesër është hip-hop ose rock, edhe ajo që bëjnë eksperimente me veshje me lukun e tyne, edhe ajo tani më duket shumë interesant, duket bukur. A jemi në shqiptarët nga popull që i kushtojnë tejes shumë rëndësi pamjes, veshjes? Nëse dalim në një ditë të rëndom të pune në çfarëdo qytetit të Evropës, nuk i shohim vajzat kaq të kuruara, djemt me po kaq stil, me një dhe stilim të flokëve. Na jemi një popull që i kushtojmë shumë rëndësi dukjes edhe veshjes. Unë jam rritë në Zvicër, edhe e di se që shkon njëri në Zvicër në punë, dhe me dhanë qohet me nxez, vesh diçka komode, pastrohet edhe shkon punë. Është aty zbahet fjalë, jo grimi, jo flokt, jo çanta, jo... Ke qenë ashtu edhe gjatë viteve që ke jetuar në Zvicër? Jo, sepse unë kam pas profesionin ndryshëm, më kanë hairstylist, edhe ajo ma ka imponu, tani më dok pak për me u kuru. Është një farë imponimi, po popullata në përgjithësi
nuk i jap rëndësi. Do të thonë me rëndësi është muni rahat komod edhe me shkum punë. Edhe me punu. E komentojnë gjithmonë të huajt kur vi në Kosovë. Shumë. Çfarë do qyteti gjatë rrugëve kur dalin, i komentojnë shumë, ua sa bukur duken, që keni shumë e stil. E përmendet Zvicrën. Shumë i jap rëndësi kësaj pune. E përmendet Zvicrën Jehuna. Ke shku atje nga mosha 19 vjeçare ashtu, a? Po. Në të dikon, në vitin 93. Të ktheva